Të nderuar anëtar të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, i nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, e nderuara kryesuese e Këshillit zonja Arbrie Nagafci, nderuar sekretar organizativ zoti Alim Rama, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes Vetëvendosje, zëvendës kryeministra, ministra të kabinetit qeveritar, të dashur aktivist të lëvizjes, media që po e përcjellni mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit 2025, qytetarët votuan me 51.1% për lëvizjen vetëvendosje. Mandati dhe vullneti i qytetarëve ishin të qartë, por ajo që pasoi tregoi edhe një herë se kush është i gatshëm të marrë përgjegjësi për qeverisjen dhe kush vazhdon ta mbajë vendin peng të kalkulimeve politike. Pak ditë më parë, për shkak të mos zgjedhjes së presidentit, u shpërnda një kuvend plotësisht legjitim, i dal nga zgjedhjet ku qytetarët e Kosovës folën qartë, drejtë dhe bindshëm. Vullneti i tyre ishte i padiskutueshëm. Mandati ishte i qartë, legitimiteti ishte i plotë. Dhe për një kohë shumë të shkurt, u votuan shumë marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare e shumë ligje që do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por edhe kësaj radhe, në vend të respektimit të verdiktit qytetar, u prodhuan kriza artificiale dhe blokada politike që e quan vendin drejt zgjedhjeve të reja. Fatkeqësisht, kjo nuk është diçka e panjohur për qytetarët tanë, të njëjtën qasje kemi parë edhe vitin e kaluar për më shumë se 10 muaj me radhë, pengesa, vonesa, bojkot i organizuar dhe shmangje nga përgjegjësitë kushtetuese. Ky bojkot pra nuk ishte i rastësishëm as për herë të parë. Ishte një strategji presioni politik për ta futur vendin në një cikël të pafund zgjedhjesh, me shpresën se pasiguria dhe krizat e vazhdueshme do ta dobësonin vullnetin qytetar. Në vend që institucionet të funksiononin normalisht dhe të respektohej vullneti i qytetarëve, u zgjodh rruga e bojkotit dhe blokadës institucionale. Nuk kishte asnjë arsye që Kosova të shkonte përsëri në zgjedhje, sepse institucionet ishin legjitime, kuvendi ishte funksional dhe shumica ishte e qartë dhe vendosur. Por kur nuk arrin ta fitojnë besimin e qytetarëve me votë, disa fatkeqësisht përpiqen ta sfidojnë atë përmes krizave artificiale. Ne hym në këtë proces zgjedhor pasi që bëm çdo përpjekje për t'i dhënë vendit një president me mandat të plotë 5 vjeçar. Vepruam me përgjegjësi, me seriozitet dhe me vullnet për bashkëpunim. Prandaj edhe pse kjo nuk është ajo çfarë kemi dëshiruar, sepse para nesh kemi shumë punë, shumë reforma dhe shumë projekte që presin të realizohen, sot jemi këtu me të njëjtin përkushtim ndaj Republikës tonë dhe ndaj qytetarëve të kësaj republike. Më lejoni pra që uroj një proces zgjedhor të qetë, demokratik dhe dinjitoz, ashtu siç e meriton Republika e Kosovës. Të dashur aktivist, jam e nderuar që të propozoj zyrtarisht Albin Kurtin si kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit 2026. E propozoj sepse e njoh nga afër, e duke e njohur nga afër e them me bindje të plotë, se ai nuk e ka kuptuar kur pushtetin as si rehati e as si privilegj. Për të pushteti ka qenë gjithmonë përgjegjësi ndaj qytetarëve, ndaj Republikës dhe ndaj brezave që e kanë dashur Kosovën të lirë, të drejtë, por edhe të barabartë. E propozoj jo vetëm për punën e madhe që ka bërë ndër vite në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës, por edhe në shërbim të vendit tonë,
por edhe për njeriun që ka qenë gjithmonë. Për Albin Kurtin, shteti matet aty ku prek jetën e qytetarit, te drejtësia që nuk shitet, te puna që paguhet ndershëm, te shkolla që hap rrugë, te siguria që mbron dhe te dinjiteti që nuk varet nga lidhjet, mbiemri apo nga partia. Për te qeverisjes më të suksesshme që ka njohur Republika, Albin Kurti përfaqëson një ide politike të rrallë, me të shteti nuk është streh për të fortët, as plaçk për të pasurit e as tavolin pazari për të vjetrit. Albin Kurti pra është i përkor në jetën e tij, i rrept në parime dhe i pashantazhueshëm në politikë. Ka fisnikrinë e njeriu që nuk e harron prej nga vjen. Stoicizmin e atij që nuk thyhet prej presionit dhe thellësinë e udhëhecit që e di ka duhet të shkoj vendi. Rruga Albin Kurtit ta kujton maratonomakun e Nolit, njeriu në udhës së gjatë që nuk ndalet para lodhjes, sepse lajmi i fitores nuk mbahet për vete, por i qohet popullit. Kjo e bën të qartë pse nuk i trembet debatit, nuk e blen heshtjen me rehati dhe nuk e ndal hapin në moçalin ku të tjerët do donin ta mbanin Kosovën. Ai e di se përparimi nuk lind në amulli, përparimi lind nga lëvizja dhe mbahet me qëndresë. Të dashur aktivist, Albin Kurti hyri në politik me një ide të thjeshtë, dinjitetin e popullit të vet, të drejtën e tij për të vendosur për fatin dhe të ardhmën e vet, për vetvendosje. Dhe për këtë ide ai pagoi çmim real. Për shkak të bindjeve e aktivizmit politik ku përballë me burgim, me përndjekje, arrestime dhe betejë të ashpra politike në çdo etapë të jetës së tij publike. Shumë njerëz do të ishin tërhequr, por ai nuk u dorëzua asnjëherë. Pra, njeriu që dikur fliste në protesta në demonstrata është i njëjti që sot merr vendime shumë të rëndësishme në qeverinë e Republikës së Kosovës me qëndrueshmëri dhe i pathyeshëm. Nga angazhimi studentore deri te udhëheqja e qeverisë, ai ka treguar të njëjtën vendosmëri dhe të njëjtin përkushtim ndaj interesit publik. Dhe pikërisht kjo krijoi lidhjen e tij me qytetarët, veçanërisht me ata që për shumë vite kishin humbur besimin se politika mund të sjellë ndershmëri, përgjegjësi dhe ndryshim real. Prandaj të dashur aktivist me bindje të plotë politike, me respekt për rrugën tonë të përbashkët dhe me besim në vullnetin e qytetarëve, propozoj që kandidati ynë për kryeministër të Republikës së Kosovës të jetë Albin Kurti. Sepse me Albin Kurtin, pakënaqësia qytetare u bë organizim, organizimi u bë qeverisje, qeverisja u bë dëshmi se shteti mund të punojë në dobi të qytetarit, pra Albin Kurti u bë kryeministër nga mbështetja e madhe qytetare dhe aty e ka borxhin e vetëm politik. Për dallim prej të tjerëve, Albin Kurti ka borxh vetëm qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe këtë borxh ai e shlyen me punë, me përkushtim dhe me përgjegjësi të përditshme, siç ka bërë deri më sot. Andaj 7 qershori është mundësia për ta konfirmuar Albin Kurtin si kryeministër të Republikës së Kosovës. Dhe 7 qershori është përgjigjja e Kosovës ndaj atyre që zgjodhen bojkotin në vend të shtetit. Faleminderit shumë dhe na prifte mbara.